që do më thonë mirë pafshim me Ramazan, inshallah shifmi me të mirë me Ramazan e tjera vitin e ardhshëm edhe gjatë gjithë jetës së tonë. Çdo sen që është me numër që ka fillim, ka mbarim dhe shumë shpejt kalon. Dhe njëjta ndodh edhe me ymrin tonë, edhe me jetën tonë. Që me kuptu se në ditën që do të vim në shtratin e vdekjes, ka me na u duk sikurse dje me pasart në dunjë. Dhe kena me kuptu se e gjithë jeta, e gjithë dunjoja është lindje dhe vdekje. Ato që ma në mend është fakti që ti e din se ke lind, edhe ajo që e ma në mend moment dhe ka pojent është momenti dhe fakti se ti e në shtratin e vdekjes dhe kur gjos duhet nga dunjoja. Ama pse njoni që vjen në shtratin e vdekjes është i lumtur? E pse tjetri pisklon, uluron, vajton, i vin njerëzit këqe, i mshel syt, të të largojnë këto pikto se të dash me mite me mbo, a kur kush s'ka më dhomë realisht. Te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë me shokët e vet të majt nasihat ders, hinë xhami 3 veta. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është të majt ders, s'pa nal dersi. Hinën 3 veta, njoni e gjet një vend, qëtu në midis shemot Bekimit edhe Haxhi Hamzës, edhe o ullati, pa e ngon dersin. A i shoki i ditë, i erdhmare mi ngushtu këta, u hunë që pak ma masë, që të shemë në kosht Haxhi Sulla. A i treti, tha s'pas ka vend të i krugja ti, të i rejthi i parë, shkaj. Muhamedi sallallahu alaihi s'pa i nalë dersin. Edhe kur kus ka me nalë dersin, asune se nalë dersin, pse hit dikush, pse del dikush, po na marë. Një trije që të ka mërmonin ta kena, dersi shkon half, super, se nalmi se vapi. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi e qon dersin e vetë. Ama i hini dull, dersi po shkon. Po e kryin dersin Muhamedi sallallahu alaihi dhe i thot sahabëve, a keni qef mi u kallxum, si është punë e qëtën vetre njerëzve. Punë e qëkri që ullë, afer Muhamedi sallallahu alaihi, punë e që ati që i ardhmare ullë mas, dhe punë e ati që u bo azgan, dullë dhe shkoj. Thamë, po e Rasul Allah. Tha, fa emme l'awwalu fa awahu Allahu i lej. Thë të cajta kënë të parit. U afru ka Allahu azvajal ka khajri ka e mira, e Allahi e afrej afër vetës. Tha, e s'kolli jam të tonë. Ti robje me s'tonë. Ma si ti po vjen ka unë, e s'nga të mu. E mori Allahu azvajal afër vetës. Me të marrë një mbret afër vetës, aja banë më gajlen që ka ardhë rryma, ka ardhë ujë, ka ardhë qiraja, ajo kjo. Si kima ato probleme. E kur ta merë Allahu azvajal një rob të vetin afër vetës, aja mos e ka gajlen e xhenetit. E ka të garantum xhenetin, o vëllezër dashur. E Zotin e Madh e lusë që t'na merë afër vetës, se na kina ardhën me ju afru Allahut azvajal me këto dersi, me këto nasihat. Kur kush kina ardhë të pse i na badjavgji. Dhe këtu shoh shumë njerëz që janë tregtarë, biznesmena, kanë firma, kanë dyqana, njerëz suksesshëm në jetën, shoqëri që termin dush me marrë menet me këta njerëz. I kanë lënë krejt ato, bismillah, tak. Shefa shoh, çka mos ka këtu? Drejtore. Krejt i ka lënë. Pse ka ardhë
ti afrohet Allahut Azza wa Jall me një punë të mirë, me ilm, me dituri. E Allahu Azza wa Jall, qatë rob që vjen ti afrohet Allahut, Allahu thot ti rob jam me cafër meje. Hajde qëta. Afër Allahut te bareke ve taala. Sa mira. Wallahi na mungon me ndjekjet. Na mungon me shiju këtë, se për ndryshe, kur s'do të kisha lonu në ders pa e matë, për ndryshe, ta kështë shiju këtë, kur s'do të kishe leju njëtën tonë dhe me t'ik një ders. Veç kur ta kujtesh, se unë shkoj afrona Allahut, Allahu më afrona afër vetës. Pa, subhanallah. Tha puna ati dytit, thot festehja Allahu minhu. Këti dytit i erdhmare me shku. Edhe pse s'pa të vend ati ta e rethi i par, i erdhmare me shku, i erdhmare me ngushtu njerëzit, u honë që ma mas. Dhe Allahu Azza wa Jall i erdhmare prej ati që mos me afal gjenat. Edhe atë Allah e mori afër rahmetit. Ai që ka mare, ai që ka tërbije, është njeri që Allahu t'i vjen mare ati mos me afal gjenat. Unë e di se këtu ka xhamatli që kanë dëgju derse fendiler, që unë atëve që këto së njohi. Zbukurojnë me gjdisin, edhe i hapë sytë, më këshirë sytë ballet, thu se hera e parë është e një këtë dërsa. Unë e di sa e di, ama e bën këtë me thonë hoqë vazhdo se shumë mirit e qumë. Musunan, e bën këtë me fitu se vapë që edhe mu me mështi me moj dërs ma shumë. Me më dhonë vullnet, me adhonë hakin alo ma shumë dërsit. Se kur ta shoj një të flent, një të kryt veshje, a tjetëri të lujtë telefon, a tjetëri të kotën i karo kria, a tjetëri të bo ma vetë, shka të bëjnë, një dit, 2 dit, 3 dit, një Ramazan, 2 Ramazana, kam ju thonë, ave vop një ma hajtis, si kini si të qallas. Shetoni dhe vjetë në bojë vezvese. Me kuptu sa është me raci me pas marën me gjdisin e ilmit, që dë njerë edhe ju këshiloj i thënë, mara është me folë në telefon, o gjëtë të mojtë tërës. Se hu këtë privilegj, Allahut më jardhë mare mos me ta falë. Kur ti s'ki mare, Allahut s'ta falë. Kur thamë unë mare është me bo më abet, o gjëtë të mojtë nasihan tërës. Së është tërbije kjo. Dhe kjo tërbije i mban delset, i mban nasihatet të gjalla. E kështu tha Muhamedi s.a.s. Këty dytit që i erdhmare me dalë për i gjamis, Allahut i erdhmare mos me afalë. Ja falë edhe ati. Dhe gjithve shejtoni në bëmë vezvese dhe njëre, a dalë, a mos dalë. Qëkëta së, 100 punë shejtoni ti kujtonë mas drejke. Ti kalzon ato listat, dush me blej këtë, dush me blej atë. Këtë ti kalzon listat. Bile tam tekse një termin, mund është me sus pak para vaktit, veç me dalë. Po është gjihad me nefsin me nejtë në ders. Dhe është gjihad me nefsin me rujtë marën. Turpin. Me tardë marën me bo dosende. Ti ki drejt mi bo ata. Ama me tardë kur t'vjen mare, kur ki këtë mekanizm e ki gjanë në zemrën tënde, mare, edhe pse të unë mu i sen, mare, ja, s'pak, mare. I treti, tha Muhamedi s.a.s. A kitë që dull dhe shkoj, fa a'rada Allahu anhu. Ky që e kthej shpinën dhe shkoj, Allahu Azza wa Jall u largua prej ti. Kur Allahu të largohet prej teje, s'ka më ditë bardhë për ti që më spret. Kur ja kthen shpinën xhamisë, dersit, namazit, Ramazanit, ja kthen shpinën marrës, tërbijës, haramit, halalit, dhe kërrit botë rafshjeta, ta di se Allah të ka nërgu nga mëshira vetë dhe rahmeti e vetë.
dhe ta di se ditë bardhë për ty mos ka. Dhe këtë këshill ndoshta mendo me juve në ditën e fundit të Ramazanit. E para të e kuptojnë se çka kemi bo, e çka kena fitu. E Zotin e lusë që gjithve neve Allahu të na kishte marrë në rahmetin e Tij, se kena ardhur me fitu rahmetin e Allahut. E që gjithve neve Allah të na trajton me turpin e Tij e me mëshirën e Tij. E Allahu gjithve neve të na e falë gjunat e mëkatet eventuale, e gjithve Allahu të jep e të na jep shnet dhe ymër që së bashku t'jemi dhe Ramazanin e ardhshëm.